Kjo diel ka sjell gjallëri në zonën turistike të Shirokës, ku udhëtietra qytetarë nga Shkodra, por edhe nga qytete të tjera të vendit, kanë zgjedhur ta kalojnë fundjavën pranë liçenit. Moti i ngrohtë dhe panorama e bukur ka tërhequr vizitorë që kërkojnë pak qetësi dhe natyrë larg zhurmës së qytetit. Pedonalia Buz liçenit është mbushur me familje, të rinj dhe turistë që shëtisin, bëjnë foto apo ndalojnë pranë lokaleve për të shijuar gatimet tradicionale të zonës. Shumë prej tyre kanë ardhur nga Tirana, Lezhë dhe jo vetëm, për të kaluar një ditë ndryshe në Shkodër. Po shumë mirë na duket. Po kënaqem nga Tirana. Po kemi ardhur dhe vite përpara, po tani për këtë sezon është viti i parë, era e parë që vi. Me shëtit e më i pa, për shembull, kjo është arsyeja. Ambienti shumë i mirë, në përgjithësi, qetësia është, nuk ka problem, gjithçka është në rregull. Po edhe kjo është një arsye, po meqense është e shtunë e dielën, neve i bëjmë pushime, për shembull, një shkojmë në Shkodër, një shkojmë në Vlorë, një shkojmë në Korçë. Kohë të mirë, sa me dje parë ka kënë fije vrante shi, sa me që dalim i fije të hikum prej stresit të qytetit, edhe gja ka ndryshu bukur. Këtu ari pasur edhe këta anijet bukur. Edhe këta organizimi bukur i Shirokës. Po ka marrë edhe gruja. Edhe fëmijët kur janë kështu, se janë edhe me detyra me gjana për nesër, të hane. Po ma qysh veç kena artu, jena lajmë, kena kujtimit kanëshme pra vazhdim, jena Shkodran, Shiroka është pjesë e jona. Mirë, shumë mirë. Po, hera parë, nga Konispoli. Kemi ardhur ekskursion me klasën edhe me mësuesen. Normalisht, duke në afër qytetit, normalisht na vime fjale vizitojmë, se duke në edhe banor qytetit, normalisht. Po diskutim ka kënë gjithmonë, po normalisht me kalimin e kohës kja është bëha dhe ma bukur edhe shpresojnë të bëhat edhe ma mirë edhe ma bukur për tanë qytetarët edhe për ata që vine shetisin të dëna që janë turista. Po me pa këtë bukuri që na shijojnë për ditë, se nështë ata nuk mund të kenë në qytetit vetë në krahinat veta që rrinë. Shiroka vjen të mbetet një nga perlat turistike të veriut të Shqipërisë, duke ofruar një natyrë të mrekullueshme për vizitorët që zgjedhin të kalojnë fundjavën pranë liçenit.